Qeveria në mbledhjen e sotme pritet ta fillojë procedurën për shkarkimin e prokurorit publik republikan Marko Zvarlevski, bën të ditur Telma. Paraprakisht, kryeministri Zoran Zaev i bëri thirrje publike që të japë tërheqje. Sipas procedurave ligjore, qeveria pas dorëzimit të mendimit nga Këshilli i Prokurorëve Publik në Kuvend jep propozim për shkarkimin e prokurorit publik. Komuna e Çajirit e mbështet punën e Prokurorisë Speciale Publike. Shteti ligjor është vlerë demokracisë, deklaroi kryetari i Komunës së Çajirit Izet Mexhiti për portalin në gjuhën shqipe Zhurnal, i cili konfirmoi se përfaqësuesi i PSP-s ndodhet në komunë në lidhje me një objekt kontestues për të cilin u dëgjua gjatë publikimit të bombave. Ai thotë se objekti nuk është nën kompetencat e komunës sepse për të është ngritur procedurë gjyqësore. Gjermania ka përgatitur një program special për Ballkanin Perëndimor, i cili do ishte një kompenzim për pritjen e gjatë për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, shkruan gazeta serbe Večernje Novosti, duke u thirrur në burime diplomatike. Gazeta shkruan se Berlini ka përgatitur një mini plan Marshall për Ballkanin, i cili gjatë viteve në vijim do të forcojë ekonomitë e rajonit dhe ky propozim së shpejti do duhet të gjendet në tavolinën e Këshillit Evropian në Bruksel.